Përshëndetje, mirë se erdhët në videon time të re, unë jam Blerina. Unë e qëta shullova edhe jam kadu mu bo gati. Tash ta hapi kamerën se këni herë edhe paroj. Sot është e dile edhe unë e përbuna gati, nashta dal pakës. Koha pelun herë dili, herë vron, nuk e di, nuk është e sigurt. As kjo nuk është e sigur që ka me bo. So e editova këtë videon që e kom qitë këtë javë. Hini krejt këqërni edhe bëni mës harroni mi bo like, ni subscribe. Lini na i koment nëse keni na ide se shka keni qef një bo video. Edhe sonte besoj që du me shku në fitness. Se prom edhe parna proma nuk jem kon. Kom vendos me shku sonte, gjithë qysh. Mendova mi bo drejda, po jo pilu. Nuk jam dishka në qef. Edhe ku të shkojmë fitness mas nëj, du të mi kap edhe s'ja vlen. Shto që s'pe hupi ko ma shumë. Vetëm pak pi boj vetlat edhe qërpikt, se ma shumë nuk du më ly. Më ftyrë kur gjo nuk du me qitë tjetër edhe kaq për sot. Kjo shumë e mirë për vetla. Pja vlejke shumë. Vetëm pakës të vogla edhe sosën shpejt. Do është la mi bo një pytje. A në gjeni na i transport këtu jash kush jeton që qojnë kauqa ose që qojnë sanët shpis? Se kjo firma Dibrani që i kemi qu gjithmon, e sanët e fundit nuk në ka qu, se ja kanë marrë licencën shteti, po sanët tona jonë me taj. Njëherë nuk u paraqit kjo. Mas një kohë u paraqit na tha që vetëm pakës ju lutëm e na prit se ma kanë marrë licencën, nuk ju më konë mirë më shëndet, familja dhe qështo, nuk u mujt me të përgjigj edhe nuk kalu që mi prit për pakës. Na pritëm, u bon 3 javë, nuk u lajmë mo, edhe burri i shkruvi tha që të lutëm, tha këthemi sanë se i qoj me dikon tjetër. Edhe halli është tash që nuk pëdim kanë mi gjetë. Nuk nga ka ra, 3 herë i kemi qu me këto, deri tash mi konë të knaqnë, përveç herës fundit. 2 herë nga kanë shku sanët shumë mirë, edhe herën e fundit nuk i ka qu. Ato janë 2 kauqa, edhe është një kuti e madhe me sanët shpis, me enë, me krejt që i pata ble, edhe disa drita që i kemi pas, që i patën ble. Kështu që a i tash është të këshyr me na prun shpeja pet, me na këthuj sanët. I tham me na këthuj sanët, tash ta shojmë kur na këthen. Se me nëzipe paraqiten, i pash 2-3 agjensi tjera. Nuk jam tash e sigurt me cilën agjensi mi qu. Nëse në gjeni na i kanë që i qanë sigurt edhe mirë edhe shpejt, tregomni, shkrumni në koment kush janë, se pëdi me kontaktu, se ishin 3 firma, po për tjerat nuk di kur gjoth, që ata thasht ju ves edhe juve nëse edhe ju jeni ndjeni për dikon, nëse ju ka ra me dikon me qu Kosovë, Najsan, kështu që rasisht nëse dikush nga ju jeni dal të knaqen me atë transport, shkrumani emrin atë, të presim një herë deri sot na bjen na janë shpim. Shpresojmë që s'kena probleme e na bjen.
po herën e fundit ju ndalë shumë të pabesë. Burri pak mi paraqiten polici, po ai në fund shkruvi, tha pritëm një edhe pak, ju lutëm as i ki prit deri tash, ju lutëm prit një vit edhe pak, si jam të këshyrë mi marrë licencën, po na pritëm, po inshallah na bjen sa ma shpejta edhe me këqyrë mi qumë me dikon tjetër. Shpresojmë që e gjejmë dikon të mirë, të besueshëm që me na qu edhe senet tona në Kosovë. Okej, unë që tash pëqona pi bëj iftarin. Sot kam e bo burjan, është me spanak, oriz me spanak në furr. Mishin e kum zi, vetëm kam i pregatit ato senet tjera. Spanakin e kum gri e kum la, edhe orizin e kum la, vetëm që kam i mishtin furr. Kështu që shkoj ta përgatiti ma tepër, po ta me dal pak ma herët, po burri ke natën në punë edhe nuk e merr ke gjumi hiq. Qëta që kishë zonë gjumi, kështu që nuk pja prishi se edhe është me Ramazan. Kur punon natën i që regulohet shumë gjumi edhe nuk muj ke hiq me flejt. Vetëm mas iftarit shkojem pakës në fitness edhe nes kismet ka pushim edhe dalim. Unë e pëqona pi bëj dreken edhe shihemi ma vonë. Ciao!
interesone për një kamerë, po nuk për di cilën. Unë e marrë qëtu në Saturn, mi këqyrë disa kamera, po nuk për di cilën. Edhe kja këtu për mbëlqen shumë. Mënoj që ma e vogël edhe po nuk e di hiq, është e mirë.
Kjo është shumë e mirë. Kjo lloje është e vogël. Dhe kjo është shumë e mirë. Nuk kam përvojë diçka me kamera, po jam shumë e interesuar për një kamerë të mirë se pikam kvalitetin pak. Kjo ndoket cilët edhe kështu. Kjo cilët kështu. Edhe kjo lloj është i mirë shumë. Pak të me kisha marrë qëta. Edhe kjo është shumë i mirë. Se unë e pikqyej si pas çmimeve se nuk kam lidhje fort. Se që këtu a zoomi. Këtë që nuk përpunoj ka një ka. Kam të nalën. Unë jam e interesuar për një kamerë, se pisha që kvalitetin në video nuk e kam shumë të mirë. Nuk e di pse unë me telefon nuk për atona hiq. Mendova mi ble një kamerë ma profesionale. Po problemi jo që nuk për di cilën, nuk për di çfarë mi ble. Ne për kam qef më kon e vogël, pak ma praktike për mi majtë ndorë. Nuk për kam qef më kone madhe, po këto të mvajat sigurisht që janë ma të mira për me bo video. Mu e di pse, po kjo shumë të m'pëlqen edhe mendoj që është ma praktike për video, po nuk e di kvalitetin, a ka kjo ma të mirë, a jo tjetra. A këto. Nëse dikush ka djeni me kamera se na hiq nuk kemi djeni se s'na ka raport. 5 Pro kjo kuka. Me nëzi ku më mësu me telefon, po unë e për qefe kisha marrë qëta. Po nëse vendosim i marrë taman kamerë, i kisha marrë këta edhe ish me zbritje prej 849 euro, 699. Besoj që ja vlen për 100 masi. Kjo mundet më konë ma e mirë për zoom, se ka këtë pjesën këtu. Po, sigurisht që nuk di mi përdor këto hiq. Tjerë duna me punu me kompjuter. Unë e kam ma let me telefon. Po, pisho që me telefon nuk pëmdalim video të mirë. Edhe të na i mundet që pi bëj, nuk për më shpërblehet që shduhet. Që kej paska shumë sene, paska qontën, besoj që ajo tjetër është. Kjo është vetëm kamera, këto paska qontën e vetë, qipin. Sa giga? 64 giga paska. Kjo 699. Nuk për di cilën mi marrë, janë të mbelqy 2 llojet. Pisho që me telefon unë kvalitetin nuk pikom të mirë. Nuk për di tjetër shka mi bo, bol jo mënu duna dhe pak me pëllumtu, me këqyrë, me vendos se cilën mi marrë. Nëse keni na i djeni cilën mi marrë, se jo shkrumni, tregomnit, a ja vlen kitë voglen mi marrë, a kitë madhe. Unë e kom këto, është tepër ma mirë. Me këto jam shumë e kënaqshme. Kjo ja vlen mas shumë ti. I kanë liru këtu shumë. Kjo masha 369. Kjo feni 415.
Na erdhëm në shtëpi. Edhe unë ala me ble pak kësar. E mora një brokoli, një pjepen, 2 kosa, molla, brokoli, një sallat, edhe disa patligjona. Mora bukë apet. Bukën e blej çdo 3 ditë edhe është shumë e mirë. Edhe djalit ja jap për shkollë, o tepër mirë. Vo, një luk e pash atë të Kaufofi, shliru 2 euro gjys. Edhe thash hajt ta marr. Masna e mora edhe që të felteren. Kjo ke me zbritje 15 prej 30-ve. Edhe e mora më dok e mirë, grill feltere. E morëm edhe këta te galeria me 50%. Kështu. Më pëlqej se kisha edhe këtë sopën. Shpresoj që bën mu lakja. Nejse, laj me dorë. Kështu ishtë kjo felterja. Ta laj edhe tash ta përdori. Du me bu peshqi edhe thash ta përdori këtë felterën të këqyri ape bëj mirë. S'kum pas asnjë që si 4 ore, thash ta përvaj. Okej. I kemi marrë edhe 5 komplete ujë. Mora rrush. Mas me një kaçkavall. Boronica. Karrota. Peshkin salmon. Këto e marrë të Aldi, është shumë i mirë. Një kastravec, këto linzën, që di që shqithojnë shqip, nuk të kam ide. Një shmand, avokado, një margarin. Kaq për harq, unë ta shpiratoj këto në përvena, edhe pjanisim i bo darken. Saturni i morëm kështu 2 fotrolla telefonit, këta e morë burri. Kështu dake. E morë këtë bardhe. Unë e mora këta ngjyrë krem. I shkon prej 25 euro me zbritje. Edhe më pëlqej shumë ngjyra. Qështë të doket. Pas që këna vle. Unë e piratoj këto në përvele edhe pjanisimi po darken. Që jemi pas pak.